Tani, ne jemi në kontekstin e aludimit tani çfarë mund të kenë gjetur, por çështja është sa herë që ndodhin sulme kibernetike, sidomos kur hyn si në rastin e fundit që ishte hakerat kanë hyrë në atë që në gjuhën teknike quhet root server në zemrën e sistemit, me akses në zemrën e sistemit, ata mund të kenë marrë të gjitha dënat. Pastaj ç'a mund të bën, pastaj ka plot mundësi për të influencuar vendime, për të marrë vendime, për të paraprirë vendimeve që do merren në momente të caktuara, për të kontrolluar një person me kë po komunikon, çfarë vendimi janë duke marrë, si të paraprinë dhe të manipulojnë në një farë mënyrë vendimet, të manipulojnë sepse ne akoma nuk e dim nëse si në rastin e kuvendit hakerat kanë marrë akses për të nisur emaile, duke qenë që në momentin që një haker ka marrë akses në atë që gjuhën teknike quhet root server, ai mund të nisë emaile të çfarë do lloj përdoruesi dhe në një farë mënyrë të lëvizë edhe këto që influencat brenda një vendimi.